Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në Palimit. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend një projekt ligj që synon të lehtësojë barën financiare për pensionistët që vazhdojnë të punojnë. Për të kuptuar se çfarë ndryshon konkretisht për pensionistët dhe si ndikon kjo nisëm në skemën e pensioneve, në studio kemi ekspertin e ekonomisë Romina. Romina, përshëndetje dhe mirë se erdha. Cili është qëllimi i këtij projekt ligji dhe kush janë përfituesit e tij, Romina? Në fakt, ky projekt ligj duhet vinte kohë më parë, pasi shohim që kemi një rritje të numrit të pensionistëve, pra në futjen e tregut punë, në futjen në tregun e punës, dhe duket si diskriminuese që këto pensionistë në fakt janë futur në tregun e punës për shkak se kanë nivele të ulta pensionesh dhe i kanë të ardhurat pa mjaftueshme dhe të paguajnë sigurime shoqërore, ndërkohë që arsyeja pse janë futur janë të ardhurat pa mjaftueshme, atëherë kjo nuk ka sens. Dhe për më tepër këto nuk i njihen. Pra, këto kontribute nuk i njihen këtij pensionisti. Shumë ekspertë ekonomie në fakt kanë qenë kundra që pensionistët të paguajnë 2 herë. E them paguajnë 2 herë sepse në fakt pensionistët që janë pjesë e tregut punës kanë vështirësi në plotësimin e nevojave bazë. Nëse i referohemi statistikave, rreth 80% e buxhetit të tyre, pra një familje familje pensioniste shkon për të kontribuar në nevoja bazë. Dhe kjo është një shumë tepër e lartë krahasimisht me ato çka kanë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendet e Bashkimit Evropian. Kjo nisëm do të ndihmonte shumë pensionistët që të rrisnin të ardhurat e tyre, pasi vërtet kontributet nuk janë aq të larta që ato paguajnë, por përsëri, nëse i referohemi të dhënave për nivelin e pensioneve që ato marrin dhe për indeksimet që patjetër që janë papërfillshëm me koston e jetesës, kjo do të ndihmonte sadopak buxhetet e familjeve të pensionistëve. A është ky projekt ligj një zgjedhje reale apo më shumë një nisëm me efekt elektoral? Në fakt, kjo nisëm patjetër e ngritur nga parlamenti, ka dhe aspektin elektoral, ka dhe ngjyrime politike, por unë mendoj që kur flasim për pensionistët nuk duhet të nënkuptojmë efektet që nëse është politike apo jo. E rëndësishme është se çfarë impakti do t'japi tek pensionistët. Pensionistët janë ato grupe vulnerabël në fakt që kanë punuar me vite dhe unë e them me krenari që ne jemi sot këtu ku jemi, një vend që do të futemi shumë shpejt në Bashkimin Evropian dhe fal kontributit pensionistëve. Po nga ana tjetër është për ta rukejë se niveli i pensioneve që ato marrin, qoftë mesatare, qoftë minimale, nga qyteti në fshat, është aq i ulët sa një pjesë e mirë e pensionistëve jetojnë në varfëri relative dhe një pjesë tjetër jetojnë në varfëri absolute. Pa ndihmën e familjarëve, çdo pensionist do ta kishte shumë vështirë të mbyllte muajin. A do të sjellë kjo nisëm një lehtësim real për pensionistët që të vazhdojnë të punojnë? Patjetër që kjo do të ndikojë pozitivisht për ato pensionistë të cilët kanë mundësi të punojnë apo dhe kanë dëshirë të punojnë, por them dhe dëshirë dhe mundësi sepse duhen alternuar të dyja, duke qenë se pensionistët mund të kenë dhe probleme shëndetësore dhe patjetër që nuk kanë energji si një individ i cili është në moshë të re për të qenë pjesë e tregut punës, edhe pse eksperienca ato i ndihmon dhe shpesh herë shumë pensionistë që janë rikthyer në tregun e punës që mund të kenë qenë dhe profesionist kanë dhënë një kontribut shumë të madh në tregun e punës, sidomos këtu e ka fjalën për akademik, për punonjës të shëndetësisë, pra mjek, dhe inxhinier, arkitekt, të cilët me ekspertizën dhe eksperiencën e tyre kanë kontribuar kështu dhe në trajnimin e brezave të reja. Dhe në fakt kjo do të sjellë një efekt real për to, pasi do të kishin të ardhurat disponueshme më të larta. Duke pasur të ardhurat të disponueshme më të larta, do të rrisnin fuqinë mbledhëse. Duke rritur fuqinë mbledhëse duket se nuk ka impakt në ekonomi, por në të vërtetë do të ketë dhe impakt në ekonomi. Por unë mendoj që impakti më i madh do të jetë në mikroekonomi, pra në ekonomitë e tyre, pra në financat e tyre personale, por dhe do të ketë një impakt social. Shqipëria po plagët me ritme të shpejta dhe emigracioni po pakson numrin e kontribuesve. Në fakt kjo është plaga më e madhe e Shqipërisë, emigracioni. Unë mendoj që një pjesë e mirë e faktit që pse skema e pensioneve është këtu ku është për shkak të nivelit të ulët të kontribuesve. Kush janë kontribuesit? Kontribuesit janë të gjithë ato individë të cilët sot janë pjesë e tregut të punës, pra kontribuojnë si forcë punëtore në tregun e punës. Kush janë përfituesit? Përfituesit janë të gjithë pensionistët, pra ato të cilët marrin pension. Tani, raporti kontribues, pra ato që kontribuojnë që jemi ne,
pjesë të tregut punës dhe përfitues, pra pensionistëve është pothuajse 1-1. Dhe kjo ka bërë që skema e pensioneve të mos funksionojë, të mos jetë e qëndrueshme, dhe çdo vit buxheti i shtetit duhet të financojë pra skemën e pensioneve me qëllim që të jetë e qëndrueshme. Dhe emigracioni është një nga plagët më të mëdha. E them një nga plagët më të mëdha sepse nëse individët të cilët sot që janë dhe profesionistë, por janë dhe të rinj, largohen nga vendi, nuk do të largoheshin, por do të jepnin kontributin e tyre në Shqipëri, pra do të punonin tregun e punës, patjetër që ky raport do të rregullohej. Ndoshta nuk mund të rregullohej 1-4, por mendoj që 1-2 apo 1-3 do të rregullohej dhe kështu do të kishte mundësi dhe vetë skema e pensionit ishte disi më e qëndrueshme dhe të merrte më pak buxhet nga buxheti i shtetit. Sa i madh është rreziku që pas 10-12 vitesh skema e pensioneve të bëhet më e papërballueshme? Nëse nisim me këto ritme, nëse niveli kontribuesve minimalisht nuk shkon 1-4 apo jemi në limite 1-2 apo 1-3 dhe kemi probleme të evazionit fiskal, informalitetit, megjithatë ne jemi vënë që do futemi në Bashkimin Evropian në fakt dhe mendoj që këto fenomene do të reduktohen, por eliminohen jo, se edhe në vendet e Bashkimit Evropian ka fenomene të tilla, por jo në masën që jemi ne. Nëse nuk do të vazhdojmë pra me reforma strukturore, atëherë i bie që edhe pas 10 vitesh do të jemi në të njëjtën situatë, me numër të ulët kontribuesve, me një skemë pensioni delikate dhe nga ana tjetër dhe me nivel të ulët pensionesh. Problemi më i madh i Shqipërisë është fakti që mirë që ka nivele, mirë që ka pra një deficit në skemën e pensioneve, pra është një problem, një mos koordinim midis kontribuesve dhe përfituesve. Problemi kryesor është dhe fakti që kemi dhe nivele të ulta pensioni, krahasimisht dhe me vendet e rajonit, por edhe me Bashkimin Evropian. Bëjmë dije se pensioni sot është në 200.000 lekë? Po, është vërtet, pra pensioni mesatar, pra është 20.000 lekë të reja, po 200.000 lekë të vjetra, dhe me këtë nivel mesatar, dhe me këtë nivel pensionesh, ku kosti i atesës sipas numbeos, pra për vitin 2025 e për 2026 në akoma s'kan dalë dhënat, ndërkohë që për 2026 ne kemi dhe rritje të inflacionit me 2.3% aktualisht ne flasim, më falni, me 3.2% aktualisht ne flasim, atëherë i bie 66.000 lekë. Pra një individ për të jetuar kosti i jetës të jetojë në Shqipëri, kur e ka shtëpinë të tij është 66.000 lekë, pa 660.000 lekë. Ndërkohë që niveli pensioneve mesatar është 20.000 lekë, pra 200.000 lekë të vjetra. Po të bëjmë diferencën, automatikisht ky pensionisti jeton në varfëri, unë them absolute, jo relative. Ekstreme. Sidomos nëse jeton në Tiranë, se nëse jeton në qytete të tjera, mendoj që niveli i kostos së jetesës është më i ulët. Por ka dhe shumë pensionistë që nuk kanë as shtëpinë e tyre, jetojnë me gjyqira. Atëherë këtu është problemi më i madh. Çfarë ndodh me këto pensionistë? Një pjesë e mirë e pensionistëve suportohen pra mbështeten nga familjarë, cilët mund të jenë emigrantë në rastin më të mirë. Pse them në rastin më të mirë emigrant, pasi kanë mundësi që të punojnë, të kursejnë dhe ato kursime t'ja sjellin fëmijëve të tyre, dhe ne këtë e shohim dhe pas statistikave, sepse se sipas statistikave niveli i remitancave është rritur. Pra, kur shohim ne që niveli i remitancave, që remitancat janë dërgesat e emigrantëve, kur emigrantët tonë sjellin më shumë para, sipas statistikave, atëherë kjo është një alarm. Pse është alarm? Sepse pjesa më e madhe e këtyre remitancave, këtyre dërgesave të emigrantëve shkon pikërisht për të ndihmuar pensionistët, prindërit e tyre që janë mosh pensione. Dhe rasti më i keq është kur janë individë apo familje, pra jemi ne, që jemi pjesë e tregut punës në Shqipëri, që kontribuojmë dhe ne për të ndihmuar familjet tona, të cilët mund të kemi prindër pensionistë. Them rastin më i keq pse? Sepse dhe për ne kosti i jetesës është shumë i lartë. Sepse më shumë, pra nëse krahasojmë rritjen e çmimeve dhe rritjen e pagave, më shpejt rriten çmimet se sa rriten pagat. Dhe kjo na bën më sensitiv. Dhe duke qenë se ne kemi edhe një tjetër përgjegjësi, dhe le themi do doja të thoj edhe fal Zotit që jemi njerëz kaq bujar, pasi brezat e arshëm mendoj që nuk do të jenë kaq bujar sa ne, që të ndihmojmë familjarët tonë, pra prindit tanë pensionistë. Atëherë kjo na bën që më me përgjegjësi që dhe ne të mirë menaxhojmë financat tona me qëllim që të ndihmojmë dhe familjet tona që janë mosh pensione. Tani nëse krahasojmë dhe një herë pra ato buxhetin e një familje pensionistësh me kostën e jetesës, rreth 80% e të ardhurat nga pensioni shkon pikërisht për të ndihmuar apo pra konsumin, pra shkon për konsum. Pra nëse 80% e pensionit shkon për konsum, një pjesë e mirë e pensionit patjetër që do shkojë edhe për medikamente, i bie që ky pensionisti nuk do ketë para disponueshme as për mirëmbajtje, as për produkte luksi që nuk mund të konsiderohet, por as për të bërë pushime.
Sa bëjnë pushime pensionistët shqiptar me që përmendëm pushimat? Në fakt, pensionistët shqiptarë e kanë shumë vështirë të bëjnë përpushime me nivelin e tyre të pensioneve. Dhe nëse ato bëjnë pushime, atëherë ato bëjnë pushime sepse ndihmohen nga familjarët, pra nga fëmijët. Tani, të krahasojmë një pensionist shqiptar me një pensionist europian. Se ta krahasojmë sepse jemi në vend që do futem në Bashkimin Evropian. Dhe duke qenë se jemi një vend që do futem në Bashkimin Evropian, ne duhet futemi pra dhe si qytetarë europian. Një pensionist europian ka një pension të një niveli që ka mundësi edhe të kursej dhe të planifikoj pushime. Ndërkohë që një pensionist shqiptar nuk ka mundësi as të planifikoj produktet bazë që ai do t'i përdori për konsum, pra për ushqim, dhe nëse bëjmë këtë krahasim midis një pensionisti shqiptar dhe europian, një pensionist shqiptar është në kushtet apo në kufirin e mbijetesës, ndërkohë që një pensionist europian ka mundësi pra dhe të argëtohet. Ndërkohë që një individ të ketë një jetë normale, apo le të themi që të plotësoj pothuajse prioritetet që ai ka në buxhetin familjar, duhet që të ketë edhe disa para në dispozicion për jetë sociale dhe për argëtim. Ndërkohë që një pensionist shqiptar nuk ka luksin për të bërë një planifikim të tillë. A rizikojnë brezat e ardhshëm të marrin pensione dhe më të ulta nëse nuk ndërhyet me reforma strukturore? Është shumë e rëndësishme në fakt që të bëhen reforma strukturore, është shumë e rëndësishme në fakt të planifikohet dhe të rritet dhe numri i kontribuesve në tregun e punës, por nga ana tjetër edhe të reduktohet emigracioni, se për ta parandaluar është shumë e vështirë për ta parandaluar. Ndaj si mund të bëhet kjo? Patjetër me reforma strukturore, siç thatë dhe ju. Reforma strukturore janë shumë të rëndësishme pasi me skema e pensioneve nëse nuk bëhet, pas 10 vitesh do të jetë akoma dhe më problematike. Nga ana tjetër, pra siç tham, nuk kemi vetëm problemin e numrit të ulët të kontribuesve, kemi edhe problemin e niveleve të ulta të pensioneve, kemi edhe problemin që një pjesë e mirë e buxhetit të shtetit shkon për pensionet. Pra kemi një sër problemesh që duhen patjetër të adresohen dhe të zgjidhen. Në fakt janë adresuar, por akoma janë kuadrin e proceseve të zgjidhjes dhe nga ekspert të Bankës Botërore për gjetur kështu pra një alternativë që skema pensione të funksionojë nga njëra anë dhe nga ana tjetër që të kemi pensione dinjitoze. Sipas jush, cilat janë masat më urgjente për të bërë skemën e pensioneve të qëndrueshme afatgjatë? Unë mendoj që masa e parë dhe shumë e rëndësishme që dhe shteti ka mundësi ta bëjë, dhe aktualisht ne flasim, është luftoj evazionin dhe informalitetin. Që do të thotë? Që do të thotë që disa sektorë që shteti në fakt e ka bërë, por duhet ta bëjë akoma me masa më agresive, disa sektorë si sektori i turizmit dhe sektori i ndërtimit ku kjo përbën dhe rritjen ekonomike për vendin tonë, pasi janë dy sektore shumë zhvilluar, ka nivele të larta të punojësve të cilët punojnë pra në informalitet ose ndryshe në gjuhën popullore pra në të zezë, pra të pasiguruar, që kështu ndikojnë negativisht në skemën e pensioneve, sepse nëse ai do të ishte në tregun formal të punës, ai do të llogaritej si një kontribues plus, ndërkohë në momentin që ai nuk është pra punojnë në informalitet, kështu ka dëmtuar jo vetëm skemën e pensioneve, por ka dëmtuar dhe veten. Dhe them që ka dëmtuar dhe veten, pasi ne të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi, pra nga të rinjt, por deri tek moshat që janë shumë pranë daljes në pension, duhet kuptojnë që është shumë e rëndësishme që ne të jemi pjesë e tregut formal të punës. Pse? Sepse mosha e pensionit vjen shpejt dhe në fund ne do të jemi, dhe është përgjegjësia jonë më pas, ne do të jemi ato të cilët do të kemi numër të ulët të viteve të punës dhe do të marrë një nivel të ulët pensione. Patjetër që nga njëra anë është përgjegjësia e shtetit që të reformojë skemën e pensioneve, që të ketë mundësi pra të shojë alternativa se si mund të marrin qytetarët shqiptar, cilët janë moshë pensioni nivele më të larta pensioni. Po shumë më e rëndësishme që edhe ne vetë të mos bëhemi palë me informalitetin dhe ne vetë ta kuptojmë që në fund të ditës jemi ne cilët do dalim me nivele të ulta pensioni. Pra, puna nis nga ne, më pas përgjegjësia është e shtetit. Atëherë sa ndikon ekonomia informale dhe mosdeklarimi i pagave në dobësimin e skemës së pensionistëve? Kemi parë që ndër vite ka ndikuar shumë negativisht. Dhe kur them ndër vite, i referohem këtu pas viteve 90, kur në fakt Shqipëria konsiderohej si një vend në tranzicion, sektori privat operonte më shumë në informalitet, në evazion fiskal, ndoshta edhe nga
mungesa eksperiencës dhe nga probleme që ndodheshin në tregun e punës, por dhe në tregun në përgjithësi. Dhe një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptarë në fakt kanë qenë pjesë e tregut të punës, por për shkak të, le them, papërgjegjshmërisë së vetë bizneseve nuk janë siguruar. Një pjesë kanë qenë me vullnet të lirë, pra duke ditur që nuk kanë qenë të siguruar, po ka dhe nga ata të cilët kanë menduar se kanë qenë të siguruar dhe në të vërtetë kur kanë dalë në moshë pensioni kanë kuptuar që ato nuk kanë qenë të siguruar për një farë kohë, ndoshta edhe asnjë ditë. Dhe kjo pse ndodh kjo? Po sepse në kohën kur pra pas tranzicionit, pas viteve 90, sektori privat nuk ishte aty ku duhej, paditërisht kishte shumë informalitet dhe evazion, le themi qeveria duhet ishte më rigoroze në kontrolle. Le themi deri diku ne shohet si një papërgjegjshmëri e qeverisë për të kontrolluar dhe për të identifikuar problematika të tilla, pasi sot si pasojë e fajit të vetë individit, por sektorit privat, por më e rëndësishme është në fakt vetë qeverisë, sot kemi nivele më të larta, pra individët që dalin më shumë me nivele të ulta pensioni, pra me nivele pensioni rreth 10.000 lekë të reja apo 100.000 lekë të vjetra. Dhe imagjinojmë çfarë mund të bëjë një pensionist me pension të pjesshëm, çfarë mund të bëjë një individ ku kosti i jetesës është 66.000 lekë, pra 660.000 lekë, dhe niveli pensionit që ai merr si pasojë e mosplotësimit të viteve të punës është vetëm 10.000 lekë, pra të reja. 100.000 lekë. Pa 100.000 lekë. Qeveria deklaron se pensionet janë rritur disa herë, por shumë pensionistë thonë se nuk u mjaftojnë për të përballuar jetesën. Si e shihni këtë kontrast? Po në fakt është një kontrast shumë i madh dhe ne flasim për pensionistët, por edhe nëse flasim për rritjen e pagave, është një kontrast shumë i madh dhe kjo ndodh edhe pse së pari kemi nuk ka pas rritje, ka pas indeksim. Çdo vit indeksohet sa ashtu është ligji. Pra pensioni indeksohet dhe ky indeksim çfarë nuk kupton, që të amortizojë atë rritjen e çmimeve. Por nëse ne shohim se si rriten çmimet, në çfarë mase rriten çmimet dhe si amortizohet kjo me indeksime, atëherë shohim një papërputhshmëri. Dhe kjo situatë dhe ky ndek i madh krijon atë mungesën e të arave disponueshme për të blerë më shumë produkte dhe shërbime dhe si pasojë një pensionist do të detyrohet të ulë fuqinë blerëse. Kemi pasur pra nga janari deri tani që flasim, qeveria në fakt nga buxheti i shtetit ka dhënë dhe ka shpërndarë te disa pensionistë të cilët plotësojnë disa kritere para. Dhe unë nuk i konsideroj rritje prapë dhe ato, por që po e shohim si bonuse mujore, e konsiderojmë si bonuse mujore, cilët përsëri, domethënë niveli më i lartë i këtij bonusi është 1.800 lekë, pra 18.000 lekë të vjetra, dhe më i ulti është diku te 700 lekë, pra 7.000 lekë të vjetra. Ç'mund bëjë një pensionist ku ka këtë shtesën mujore në këtë vlerë? Kur shohim që niveli i çmimeve për shkak të ndikimit të madh që ne kemi për produkte nga importi është tepër i lartë krahasimisht me këto shtesa që jep qeveria. Pra, pensionistët kanë shumë të drejtë në fakt sepse këto shtesa që nuk janë rritje, por janë shtesa apo indeksimet, janë të papërfillshme krahasimisht me rritjen e çmimeve. Sipas llogaritjeve ekonomike, sa duhet të jetë pensioni minimal për të garantuar një jetë dinjitoze në Shqipëri? Nëse flasim për pension minimal, atëherë një pension minimal unë mendoj që duhet të jetë diku te 30.000 lekë, pensioni minimal. Ndërkohë që qeveria në fakt e ka në objektiv që pensioni minimal ta çojë diku te 20.000 lekë, megjithatë unë mendoj që është e pamjaftueshme. Ne aktualisht që flasim kemi një pension mesatar 20.000 lekë, është një nivel tepër i ulët pensioni, i pamjaftueshëm për të bërë një pensionist një jetë normale. Se nuk krahasojmë këtu një jetë cilat të plotësojë të gjitha ato prioritetet që duhet të ketë një familje. Mendojmë që pensionisti ka më tepër shpenzime, sepse vuan nga më shumë se një sëmundje kronike, ku një pjesë e mirë le themi e medikamenteve duhet i blejnë në farmaci me çmime tepër të larta, pasi edhe pse ka politika për rimbursim medikamentesh, por janë të pamjaftueshme. Këtu flasim për pensionistët që jetojnë në zonat urbane, po çfarë mund të themi ne për pensionistët që jetojnë në zona rurale? Këtu flasim për varfëri absolute. Pse flasim? Se niveli i pensioneve mesatar që marrin këto pensionistë në zonat rurale është 11.800 lekë aktualisht ne flasim. Pra diku te 120 euro, 130 euro. Dhe për më tepër ne dimë shumë mirë që në zonat rurale qendra shëndetësore janë të amortizuara. Mund të jetë një mjek për disa fshatra. Çfarë shërbimi?
shëndetësor merr ky pensionist. Ky pensionist do duhet që të shkojnë në qytetin më të afërt për të marrë kujdes shëndetësor. A ka kosto transporti? Po. Dhe dikush plaka më e madhe? Plaka më e madhe është ndoshta ky pensionist është i vetmuar, se fëmijët i kanë emigrim. Dhe ai do ta neglizhoj, edhe nëse ka para ose të disponueshme sepse ja ka sjellë fëmia, nuk ka mundësi se nuk ka kush ta shoqëroj. Dhe kjo është plaga më e madhe. Ndaj që shteti krahas reformës në skemën e pensioneve duhet kuptoj që duhet gjejë një zgjidhje për kujdesin e këtyre pensionistëve që aktualisht janë të vetmuar. Duhet i kushtoj shumë rëndësi kujdesit shëndetësor dhe investimeve në shëndetësi me qëllim, sidomos në zonat rurale, me qëllim që dhe pensionistët që ndodhet në zonat rurale të ketë njëjtin shërbim shëndetësor sikurse ai në zonat urbane. Është për të ardhur keq sepse këto janë gjëra janë bazike që duhet të ketë një shtet, që duhet i ofrojë. Dhe siç thash, ne sot jemi këtu ku jemi dhe fal kontributit që kanë dhënë këto pensionistë. Ne pastaj kemi dhe pensionistë që vazhdojnë të punojnë akoma. Po, është vërtet në fakt, pensionistët cilët vazhdojnë të punojnë akoma janë për dy arsye. Arsye dominante në fakt është nivelet të ulta pensione. Detyrohet pensionisti, jo nga dëshira e madhe që ka për të qenë pjesë e tregut punës, se ndoshta mund të jetë shumë i lodhur dhe mund të ketë dhe probleme shëndetësore, po detyrohet të jetë pjesë e tregut punës, pasi ka të ardha të pamjaftueshme. Dhe më interesante është që mishi është pjesë e tregut punës, po duhet paguaj prap kontribute, sa ashtu është ligji, dhe ai të marrë më pak të ardhura nga paga. Nga ana tjetër ka dhe në fakt dhe nga ato pensionistë duhet të themi që kanë mundësi të kontribuojnë përsëri në tregun e punës për shkak të profesionalizmit dhe të dëshirës dhe motivimit që ato kanë për të qenë në pjesë në tregun e punës. Dhe kjo është rasti më i mirë në fakt sepse shumë profesionistë në shëndetësi, në inxhinieri, në arkitekturë, në akademi dhe në profesione të tjera kanë ndihmuar të rinjt, por dhe tregun e punës në përgjithësi që të mbyllë atë boshllëkun që ka për mungesë profesionistësh. Atëherë për ta mbyllur, çfarë modeli pensionesh duhet të ndjekë Shqipëria për t'u afruar standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian? Unë mendoj që përcaktosh një model shumë e vështirë, se po ta kishte gjetë qeveria jonë se ka bashkëpunuar dhe me të huaj dhe përsëri akoma nuk e ka gjetë. Unë mendoj që s'pari qeveria duhet kuptoj ku i ka problematikat. Dhe në momentin që kupton ku i ka problematika, siç është rasti i numrit kontribuesve, pra probleme në tregun e punës, të mbledhë ekspert, të mbledhë sektorin privat në një tryezë dhe të krijojë një strategji se si mund të rriten kontribuesit dhe si ky treg pune të bëhet atraktiv për të rinjt. Pse për të rinjt? Sepse të rinjt janë kontribuesit të qëndrueshëm dhe që do të japin inovacion, zhvillim këtij vendi. Do mendoj që ky është modeli më i mirë. Pra, ato pika të dobta t'i kthejmë në mundësi reale që vendi ynë pra jo vetëm të zhvillohet, por edhe të ketë mundësi dhe të japi nivele pensionesh më të larta. Romina, unë falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.